Transmetoni Imam Buhariu kapitullin e radhës nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu an, se e ka taku pejgamberi Abdullah ibn Amrin, edhe u kon duke e ndrejt shtëpinë e vet, murin e shtëpisë e vet. Edhe çfarë i ka thonë? I ka thonë: o Abdullah ibn Amr, ka thonë: çka je ti u bë? Ka thonë: ja Rasulullah, jam të ndrejt çdo pjesë të murrave të shtëpisë time. Çka i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ka thonë: çështja më e shpejtë se çkaç. Çka i ka thonë? Mini fjalë. E ka kuptuar. Komentatorë kanë thonë, pediatarëve kanë thonë: ma e shpejt se çka, ma shpejt shkojnë në ahiret se sa ti sa ki me ndrejt këtë shpi. Na shumë ma shpejt e lajna sa ti çka i te bo. Ti, a mundesh me paramendu, ka arë në koment se shpijen Abdullah ibn Amri e ka pas prej gjetëve të palmës. A kon ti lidh gjetët e palmës shpijes vetë. Përse ka thonë ma shpejt, me na pa shpijt e tona. Apo, që tu pak që kjo e bardhja s'po shkolqenjë shumë. Apo, lije dhe njëherë. Zemrë e ka bo 4 anë. Lije, thot, dhomën lije. Mos ma le, thot, as një vend pa ma bo bardh. E zemrën, kur ki me bo të bardh? E shpirtin, e fjalorin, e karakterin. Apo, e jetën, kur kina me bo? E veprat, kur kina me bo të bardha? Po, shpite bardha, po, të mdoja, po. A karakterin? Për këtë asyje, thot Hasan al-Basriu, i kam prek qatit e dhomave të pejgamberit alayhis salam me dorën teme. Qatin e ka prek. Dërsa nësë në prekna, shumica prej neve nuk muna mi prek qatijat e tona. Mirë po, cila në problemi? Se neve në kanë ra në këtë raport, në kundër paralel moralit e tona. Për toke, Zhak. Apo, kura misafiri funi që ke pranu në shpi? Kura misafiri funi që ke pranu në shpi? Kura misafir të funit, misafir të funit që kanë ra në shpi? Për nga me se më ka thonë, misafiri o bereqet i shpijes. Misafiri vjen me riskun e vetë. Ama kur s'ki bindje në Allah, unë shka thu, unë e more i dhash, unë e more i dhash. Për nga mësëm që thot, po me riskun e vetë vjenaj. E shpijen e madhe, nëse se ki për misafir, nëse se ki për mu bo khajr, nëse se ki për me zlis, nëse se ki për me bo dobi, por shka e ki a shpi? Por shka e ke ndërtu a shpi? Njeri është njeri, para se gjithash. Andaj shiko për nga mbër alayhis salam dhe zan shkajta Abdullah ibn Amr: o Abdullah, ma shpejta me puna, shumë ma e shpejto. Andaj ka arë transmitim tjetër nga pejgamberi alayhis salam, se ka thonë: ndërtoni për t'i prish. Cili e ka majt shpijen e babës vetë, nëse e ka ndrejsh para 80 vjetëve? Thot jo, e se e kon me sistemin e vjetër, unë du të me ndrejsh me sistemin e ri. Kur të vjen e gjaliot ka me thonë: baba ema sistemi vjetër, ndreqe me sistemin e ri. Që i bie qfar? Kjo vorba ku silmina, ndreqe, prishe. Për çka? S'kena dhak me menuna, se na jena shumë të nalt, na jena biznismena, na jena shefa. Ju shka jeni fukara, shkoni menoni. A na jena për pare të menue. Apo, këta parelit, këta zenginat zakonisht kujtojnë se shtresa që s'ka pare, këto janë për me menue. A këta janë në dinamikën të mbledh pare. Ja kështu ju shkatrohet jeta duke ngajt pas pasurijës. Ka thënë alayhis salam: o Abdullah, ma shpejt se që ka qa puna, ma shpejt se nuk e dina sa shpejtin ati për cilë njerëzit. Djeha, sot sa. Për këtë asyje, ma shpejt a puna. Ani shpijen maje, ani shpijen ruje, ani shpijen kujdesu. Ama me kuptim, me koncept. Për çka? Se unë jetojnë ta, se e rujnë derin, se hatë në ta buk. Ama jo në me fshqit fëgdullëk, jo në me se herë që të vene kojshijat në ta dije shpjene madhe kushe ka. Edhe e përdorin në fjalime, na jena shpje madhe. Jo në kuptimin e mirë, për në kuptimin e keq. Që shpje madhe na jena, për shka? Për shara, për kajrë. Sa për sharp, na jena të pa shërrin. Shërja për hapë në të në anë, devimja për hapë në të në anë. Njerëzit më nuk janë të komuniku si njerëzi, janë të komuniku me interes dhe janë bo qfarë? Janë bo sikur që ka thonë Imam Dhehebiu, ka thonë njerëzit sot janë me lëkurat të deleve, ndërkohë që në shpirtra janë ujq. Allahun e lutim që Allahu t'i përmirëson zemrat tona.